Nëse nëjherë në gjatë vitit neve barazohemi me ato familje që ndoshta tani jetën e kanë Ramazan në aspektin e ushqimit, varfrisë së madhe që na përballemi çdo ditë me to, na në Ramazan kajherë kur shohim që jem unt, kem urit madhe, çdo sen kishim e marrë veç me shtingoj diçka edhe më u qetësu. Mos harrojmë se shumë familje ndoshta jetën e bojnë çdo ditë, duke pa e duke mos pas shans me shiu. Se i lumi Zot, për ata që kanë mundësi me dhonë nga pasuria tyne, ka thonë, jepe, jo të pricën, jepe ato që kishe pas shef ti me marë. Jep ato që ti kishe pas shef, ishe gëzu me ta dhonë dikush, që ato jepe, sahabët kanë bo gara, për me dhonë, ju me marë. E Islami nuk është veç namaz. Besimi matët me dhonje, aty e matë vetën, sa për një me, në ka murë zemrën tonë pluni i dënjas.